hak në pasuri, hak në shëndet, hak në shtëpi, hak në aftësi, këtë që ki ti, ka dikush hak në të pëtë. Ka hak. Këtë që ki ti, dikush ka hak në të. Hak? Për të edhe kanë thonë për shumë për djetartë, s'kanë hak në ta veç familja. Këtë musliman kanë hak në ta. Si të bosh, do thonë, që ki dije që njësë ka nevoj, krejta që kanë nevoj për djetore, kanë hak ti mi odhën ato. Që si të bote që kanë që, për ju bëj mirë. është hak. Se Allah ta ka mësu një sen që me pas njerëz hak të ti me marrë, është hak i tyne, dush me odhona pëto. E nëse njeri ka hak, në gjithë shka ki tjerë, e feja ka hak, sa këndon nga koha jote, hak për fejnë, nga mundësia jote hak për fejnë, nga pasurit jote hak për fejnë. Për më dhonë, une ma ka mësu Allah mu qëtë profesion, ma ka e për Allah qëtë pasuri, ma ka e për Allah qëtë aftësi, ma ka e për Allah qëtë njohuri. Në kejtë qëto që te ka e për Allah u gjellë ora, sa është haku i fesë? Sa është haku i kontributit për fejnë Allah të barë? Sa është haku i kësaj? Allah po të këta shkojnë e japin. E nuk thojnë, nëse ju vynë në herë e diqka thërëmni, ju këta stojnë kështu. Jo, këta shkojnë, kur dikush të punu, të në qyre vëllapët, po të shkojnë të punu që kja është për meje. Për meje ki 3 orë në ditje, 5 orë një aftë, ofrahu. Ama jo, i kom të punë më zonë, ama që keni diqka thërëmni, inshallah besoj u gjina. Kjo është nivelli beduina. Në shku, atje ka njerë që të vinë nërë luft, tërë në vima. Ata elitartë ofrohen atë, ata ofrohen atë. Ata edhe të hakku nisajnë në mahrum, ka hak. Ata edhe ndorë, Islami ka hak në pasurin tonë, Islami ka hak në jetën tonë, Islami ka hak në familje, në jetën tonë, jepi hakun Allah. Edhe familjes jepi hakun edhe vetet edhe, këtë jepi hakun, jepi hakun në fesë, jo në kuptim të adhurimit dhe Allahut, kjo është të pakundëstueshme, kuptim të shërbimit dhe Islamit, që të njihet më mirë, përhahet më tepër, sqarohet më shumë. Këto projekte që njerëzit kanë nevojë, sa i ka un hak? Sa është hakut që ti jep për këtë punë, sa është? Nga koha jote, nga pasuria jote, nga shëndeti, nga këtë sa është hakut? Sa është? Feja ka hak të na, pejgamberi ka hak të na. Ai ka hak të na që na duhet mja përhap sunetin, mja përhap hadithet, mja përhap biografi, njerëz me njoft. Sa ke dhon nga ajo që ki më njoft pejgamberi alayhis salam. I përfshin këtë krejt atë.